Në orët e para të së dielës së fundit të muajit të mars, u ndërrua ora, ku në orën 2:00 akrepat e orës shkuan 60 minuta para. Kjo do të bëjë të humbasim një orë nga gjumi i mëngjesit, duke u zgjuar më herët. Qëllimi i ndryshimit të orës është për të përfituar sa më shumë nga energjia diellore, si dhe kursimi i energjisë elektrike. Ora verore do të zgjas deri të dielën e fundit të muajit tetor, kur akrepat do të kthehen një orë pas. Por si lindi koncepti i orës verore? Ishte viti 1907 kur anglezi William Willett paraqiti idenë e kohës verore në mënyrë që njerëzit të mos i çonin kot orët e çmuara të ditës gjatë mëngjeseve verore. Willett e mendoi këtë ide në mënyrë që t'i nxirrte njerëzit nga shtrati më herët, duke ndryshuar orën. Ai propozoi që ora duhej të shtyhej për 80 minuta në 4 hapa progresiv gjatë muajit prill dhe në të njëjtën mënyrë gjatë muajit shtator. Willett pastaj e kaloi pjesën tjetër të jetës së tij duke u përpjekur për t'i bindur njerëzit se skema e tij ishte e duhura. Për fat të keq, ai vdiq nga një grip në vitin 1915 në moshën 58 vjeçare, një vit para se gjermanët ta adaptonin planin e tij për të ndryshuar orën më 30 prill 1916, por jo për 80 minuta, por për 60, kur ora u kthye mbrapa në 23:00. Britania më pas ndoqi këtë ndryshim më vonë, më 21 maj. Akti i kohës verore ishte miratuar nga Parlamenti i Britanisë më 1916 dhe më 21 maj 1916 ishte dita e parë e llogaritjes së kohës verore. Por nuk ndërrohej gjithmonë për një orë. Orët sot vendosen pothuajse gjithmonë një orë para ose Orët sot vendosen gjithmonë një orë prapa ose para. Por për gjatë historisë ka pasur disa ndryshime, si gjysmë rregullimi me 30 minuta, apo rregullimi dyfisht me 2 orë, dhe rregullimet e tjera për 20 dhe 40 minuta. Një rregullim 2 orësh ishte e përdorur në disa vende të ndryshme gjatë viteve 40 të shekullit të 20. Një gjysmë rregullim ishte përdorur në Zelandë të Re në gjysmën e parë të shekullit 20. Në Australi, ndërkohë ora dikur shtyhej apo kthehej për 30 minuta. Prej vitit 1981 vendos ndryshimi i orës, që përfshin të gjithë Evropën, ku në shumë shtete të saj akrepat lëvizin 60 minuta para. Norma evropiane përcakton në mënyrë të qëndrueshme datat e fillimit të periudhës së orës verore, ku akrepat lëvizin 60 minuta para dhe ora dimërore shkon një orë pas. Ndryshimet bëhen të dielën e fundit të marsit dhe të dielën e fundit të muajit tetor. Ndërrimi i orës ka si qëllim kursimin e energjisë elektrike dhe shfrytëzimin e dritës së diellit. Pas ekuinoksit pranveror, dita fillon të zgjatet dhe kulmin e saj arrin në 22 qershor me 15 orë ditë dhe vetëm 9 orë natë.